boti jem dhe këtu koka koni shkrum Derin kismet Krej kështu kanë thon Kona pana fok Zoti se kalon I kam thonu nana Zemrën ja kam gzu Koj ke me zonona Kur I kam kalzu I kam thonu babas për arma ka ba Nuk mujti as baba me muru paca I kam thonu nana Zemrën ja kam gzu Koj ke me zonona Kur I kam kalzu I kam thonu babas zemrën ja kam gzu Nuk mujti as baba me muru paca Përshëndetje, ja të kemi tek Zozo Podcast. Këtë radhë, jemi me dy mysafir nga Kosova e Shqipërisë. Apo nga Shqipëria e Kosovës? Nga Kosova e Shqipërisë ashtu. Okay, nga Kosova e Shqipërisë. Okej, jemi me dy talenta të ri, jemi me dy këngëtar të mrekullueshëm. Jemi me Altina Tasholli, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, shumë faleminderit. Edhe me Shkëlqen Aliu. Mirë se u gjeta Zozo. Mirë se erdhët o bukurosha, njoni më yll se tjetri. Shumë faleminderit. Rinia shqiptare gjithmonë shkëlqen, janë bukur, janë komunikueshëm, janë sjellshëm, mbi gjitha janë dhe talenta. Mirë se erdhët, tani do ta bëjmë me rallë, kupto se m'bëhet koka kështu si ja kreporash. Okej, do vazhdojmë me Altinën. Altina këndon shumë bukur dhe ke një zë të mrekullueshëm. Shumë faleminderit. Unë që ta dini juve, ju kam zbulu nga TikToku. Ju kam pa me një video që këndoni të dy, edhe ishit shumë interesant. Dhe aty vendosa thash, po, këto të dy do t'i ftojmë podcast. Dhe erdhët, faleminderit që keni ardhur nga Kosova, nga ku qytet erdhët? Unë vim nga qyteti Lipjanit. Lipjani? Lipjanit. Okej. Po ti? Unë vin nga rrethi I Ferizajit, nga fshati I Brol. Okej, rruga e gjatë, a? Sa shkoi rruga? Dikun 3 orë gjysmë. 3 orë gjys. Po. Se kena se kena knu të rrugën. Më bo gati për podcast. Okej, super. Kjo kënga me nuse, me dhondra, qa ishte kjo? Po. Këngë dasmash. Është këngë dasmash. Okej, si ishte ai refreni? I kam thonu nana zemrën ja kam gzu Koj ke me zonona kur I kam kalzu Perla, e gjoni se qa zëri ka, shumë melodios, shumë e intonueshme, po jedhe e bukur mbi gjitha. Shumë faleminderit për komplimentet. A ke të vështirë që je e bukur? I cik. Pak. E ke pak, po pse? Po, ka kështu gjithmonë çuna që ngacmojnë, për shembull. ka. Sa yll, sa e bukur edhe s'len performosh. Është kryesorja është më kon vetvetja, edhe s'besoj që bukuria është diçka që do të më vlerësu atë shumë. Kush tha? Jo, unë po mendoj. Okej. Edhe më kon vetvetja çdo herë se bukuria besoj që shkon e vjen, edhe është diçka që normal po më e por. Që bukuria, po shpirti mbrana është më shumë se një bukuri. Patjetër, shiko se këtu futëm poezi, u futëm. Po jo, e drejtë. Faleminderit për komplimentet. Shiko, a kisha ardhur nuse në Shqipëri ti? Po, pse jo, fatit si dihet. Ç'është fati, ë? Ç'është fati. Dashuria nuk nje kufi. Jo, kufi. Jena ngat. Po, patjetër. Për shembull, ka ti pyetje, ku do kisha ardhur nuse? Në Tiranë? Tropoj, apo ku di unë jug diku në Vlorë? Se I shkon rani për me zgjedh ka Shqipëria, po besoj që në Tiranë. Në Tiranë, Po, në Tiranë. Çunat e Tiranës janë qefli, janë edhe të bukur. Ja, ky kameraman jo nga Tirana është, si sa I bukur.
pel fare, me që ra muhabeti përshëndesin kameramanin ton, Alex Bodani! Alexi! Edhe po thonim, në ardhë nusën Tiranë ti do jetosh i 180 vjetë. Se tironcat shiko qa kanë. Kanë muzikën, kanë qefin, nuk punojnë. Nuk punojnë se janë gjithë me toka, me pasuri për këtë. Do me thonë ko ka mirë, nëse Pra ne po them, udhi synin në njonit. Me që ka se të kanë fehëm Tiranë. udhës. Jo, shiko, ti du dalesh në protest, ha? Po. Okej, atje në protest, nga Tirana, lexohen ato, e kanë mball çun Tirane. A do vish edhe ti në protest? Po unë jam i martum, nuk dal dot me gjet. S'ka lidhje, më më tregu cili është i Tiranës. Okej. Shkëlzen Aliu, edhe ty nëpërmjet TikTokut kam pas sigurisht që të dyve, po ti si më aktiv. Do të thënë je ditë për ditë live në TikTok aty performon, i knaq ato të ftuarit e tuaj, edhe këndon. Po, ashtu e kemi si edhe ushtrim, po edhe punë. E kuptoj. Njëkohësisht dyja. E di çfarë vlerësoj këtë unë, që ti merr guximin edhe do të kapësh ato notat akuta, ato lart, kështu. Më pëlqen ashtu, pra. Ke qef, domethënë kënosh që t'japësh energji, t'japësh. Po, domethënë çdo gjë që e bëj me shpirt edhe nganjëherë nuk është që e kam në plan, po rrjedh nga shpirti. Rrjedh nga shpirti. Po artisti, e kemi thonë 100 herë, artisti funksionon me ndjesi, nuk funksionon me futi prizën edhe e gjasme. E kupta? Juve jeni të rinj, edhe normalisht pa kohë keni që keni fillu duke kënduar, duke u marrë me artin e muzikës. A është lehtë apo është e vështirë? Të them drejtën nuk është edhe e lehtë, sepse duke pas parasysh se është një obligim stres shumë i madh, po falë Zotit i arrim çdo gjë me sukses, edhe bëhet më e lehtë çdo gjë kur ke Allahun përpara. Patjetër. Gjithmonë shpresa në Zot edhe mbështetja në Zot na bën më të fuqishëm edhe ecim përpara, s'bëhet fjalë. Po me këto aktivitetet dasmat, si jeni këtë vit? Tonë është viti parë që kom fillu me dasma. Okej. Vitin e kaluam kom marrë pjesë pak, po sa me pas se që shkon dasma. Këtë vetë kom him pak ma fuqishëm. Okej. Që me hin ta mana tretin e dasma, me u angazhu ma shumë, edhe po shpresoj që ka me hecë shumë mirë. Inshallah, po. Sa t'ja bojna hizmetin, ka me hecë. Patjetër, po si bone hizmetin do rish vend numro, dihet pazari. Normal me projekte, me këngë të reja, me punë. Po besoj që ka me shku shumë mirë. Po është pak stres si fillestare. Është një vjet që ja kom nisë edhe më marrë me YouTube, me postu këngët mia. Edhe u ka një stres pak ashtu më veti që... Stres, tani puna ka stres. Normal, nuk ka punë pa stres. Është ajo pjesa që nëse je fillestar nuk e din ashtu që shkojnë shumë punë të muzikës. Ke nevojë për një menaxher të mirë. Kam. Që ti ikësh stresit, patjetër duhet dikush që të kujdeset për këngët e tuaja, për performancën, për imazhin, për gjitha. Por është erët, avash, step by step. Shiko, ti the që ke fillu me dasmat. Mirë, a? Është mirë. Ne i lek kështu? Mirë. Super. Do të thënë këto... Se unë nuk e di si funksionon Kosova, prandaj po pyes për pagesat. Po... A janë pëlqyeshme, mjaftueshme? Pagesat si fillestar, për shembull si on tash që jaku nis, janë të mjaftueshme. Normal, graduale shkon të rrit ato imazhe, shkon të rrit pagesa, po si fillestar nuk mundesh me startu me një pagesë shumë të nol. Jo, patjetër. Me u krahasu me një këngëtar që nashti ka shumë vjet që merret me dasma. Po është e mjaftueshme, është e kënaqshme, veç na vim punë, vullnet edhe me ecë përpara. Ej, për gjithë ata që janë të interesuar për një këngëtare yll që këndon, nuk e di, kjo edhe kur rri urt këndon. Ej, për ju Altina Tasholli, kush është interesuar, le të na kontaktojë ne, mund ta kontaktoj edhe gocën vet, një super këngëtare që bën atmosferë dhe ka repertor. Kjo e përmend që është fillestare, po nuk është edhe aq se sa thot, tregohet pak modeste. Kështu që
S'meron sy shumë. Jo, mos më na marr në sysh. Okej, njëjta gjë dhe për ty Shkilzan? Unë kam fillu me dasma që 2 vite, edhe gradualisht është duke u bërë çdo ditë më mirë. Kështu që po punojmë pa u ndal. Je i kënaq? Jam i kënaq, elhamdulillah. Se nuk na gjon njëri. Fiton ai lek mirë ti, se gjithë problemi ke lek. Mirë, nuk është keq. Mirë, sa e ke këtë ti që ka parë 1.000, 2.000, sa ke? Jo, shumë më të vogla. Më të vogla? Pa, rren! Se kina prejk halja 1.000. Ashtu, ha? Po mirë, shiko, shuma e justifikon, për shembull, talentin dhe shohun që bëni ju ndasëm. Ç'është kjo? Po tash mjaft është, si për fillim është mjaftueshme, po gradualisht avash. Arrisim betin. Normal ashtu pra. Vitin tjetër. Vit pas viti. Po mirë, shumë mirë. Shiko, për kënaqësinë e dashamirësve të podcastit Tet Zozo, këto dy yjet do bëjnë një performancë tjetër që do t'ju lejnë me gojë up. Aq talentum janë. Neve kemi marrë përsipër që ti promovojnë nëpërmjet podcastit ton 2 artista që ja vlen me u promovu. Me ju asjell juve ke telefoni aty, ke TikToku, ke Instagrami, ke YouTubei, ke Facebooku. Gjitha ne ja vlen t'i gjoni këto 2 talenta. Super! Okej, për ju, zjarre! Jesi djeli, jesi onam, si kur ti nuk ban monona, me ti zemran e kam plot, o të rujti ma dhisot. Si një keq që mos na pop, kur beloja mos na zop, se dashnia kriti ko, ku s'ko hile ko se vdo. Oh, me lemi shpirti tem, drita jem, syni jem, zemra jem, e ndashniro, qka dushti unë ko me bo. Oh, me lemi shpirti tem, drita jem, syni jem, zemra jem, e ndashniro, qka dushti unë ko me bo. Kur po qo zemrën ma t'noq, për gjos unë je i loq, mos unë dalë ditës nat, lumja unë që të kome na fok. E syni keq o mos na poft, kur beloja mos na zoft, se dashnia kreti ka, ku ka ile s'ka se vda. Oh, me lemi shpirti tem, drita jem, syni jem, zemra jem, e ndashniro, qka dushti unë ko me bo. Oh, me lemi shpirti tem, drita jem, syni jem, zemra jem, e ndashniro, qka dushti unë ko me bo. Wale! Ai gjutma! Këto pra janë talentat e ri që duhen promovu, duhen hapësirë. Se ata të mëdhenj nuk na lejnë ato. Atave që kanë morë famën. Kanë marrë famën ato, po harrojnë që duhet edhe pak hapësirë për të rinjt. Emisioni on përpiqet që të promovoj talentat e ri, t'i suportoj, patjetër. Neve kemi një dritare të vogël. Besoj se për momentin është mjaftueshëm për të rinjt që duhen promovohen. Neve ju mirëpresim. Që të gjithëve. Altina, mos këno mo me këtë kënu me këshu se do vrasësh në i rod. Kjo është e lejtë, halë s'kina dollë në balada. Në ferje. Na shqiptarët balada ti dojna shumë. Patjetër, se jemi popull që... Jemi popull i vujshëm ashtu. I vujshëm, po edhe ndim. Na myti dashnia mëre. Na myti dashnia. Na myti. Tamam. Por, shiko, është më mirë kur ka dashni, kur ka pozitivitet, kur njerëzit duen. Normal. Po tani, baladat përfshin dhe njerëz që tradhtojnë, s'duen e... Baladat shumicën janë për tradhti, për ndarje, për balad të hajrit s'ka. Nuk ka. Balad me kesh, s'besoj që ka.
Jo me kesh, me tregu ato e lumturin, për shembull, sa të dua, o jeta ime, e gjëra të tilla, tash se duhet me nxjerr Shakespeare nga varri. Me na korrigju pak. Okej. Ku është veten ti, te kush rrymë muzikore? Unë tash veç jam fokusu ma shumë ka dosmat, se ma mirë mos me knu shumë për dashni, ma happy. Më mirë me knu me morë në Ma mirë lego. Lek, se sa me knu kokë për qef. Jo, shumë mirë, kjo është strategji shumë Po, e vlefshme. Normal, knoj edhe këtu këngë tjera, baloda, pak ma ritmike, po ma shumë jam me fokusu me tash për momentin të dosmat, me ushtrime, me vazhdu, që më konë tamam për dosë me përgadit, po normal mos me i harru edhe këtu tjera, për shembull balada, se në fakt shkojnë me sezon. Sezona e dimrit i lyp baladat, në Ashtu sezon... se njerëzit janë më të ndjeshëm, janë më... Kurse në vera, Po, la vera, katër. është pak ma ritmike vetë, edhe lyp pak kongë ma tjera, vetë se verës janë krejt dosmat, është sezona që e presum na krejt, qatë sezon. Patjetër. Të dimrin ushtrojmë, dimrit balada, vujna, e verës Qeshna. qef. Perlu fare. Po ti më duke se ti ke më shumë qef shu tallava. Ashtu pra, jam i fokusuar më shumë tek muzika popullore moderne, Ke kjo balkanike, kështu turbo folk. Turbo folk. Super, shumë mirë. Juve, me qënë se thoni jeni të ri, po të ri jeni, domethënë këtë fushë që jeni fut edhe biznesit, se tash plus artit është edhe biznes kjo gjë. Normal, pak qef, Okej. pak biznes. Por kur keni fillu ju? Kur ke fillu ti të këndosh? Unë të këndoj kam fillu që nga mosha e famiris, jam konë të konë rrëth 10 vite, po kështu rregullisht që mirëm me muzik, kam fillu që 4 vite. 4 vite. Vet apo ti je inspiru nga një familjar ose keni Nga tradit? familje muzikantash, Ashtu, ë? po, kam babën harmonikash, Çashi? harmonikash. Fisharmonik, po. Aha, harmonikash. Oui. Dhe Okej. vllon kam sintash dhe Sintazh organist. organist. Okej. Edhe Axhin e kam sintash. Okej. Do me thonë jemi Edhe ti dole familje, këngëtar, sintazh, na orkestrën një vetë kam. bumjar, a keni? Të prit me po vllohun. Bumjar i thojnë bateristo. Edhe mo. Drums. Okej, super. Bo, kulmi shqiptar jemi s'merrna vesh. Okej. Unë du një këngë prej teje tani. Mos u Okej. përfshi fare. Ti vetëm bi sintazhit, si i thuti. Okej? Të nderuar miq, do të dëgjoni një perlë nga Perla. A je ofër dikuj tjetër, a i shef fjallët që shkruj, du me thonë e kam pa tjetër, po mungon pa ty s'po muj. Prisë largum për ty vuaj, prisë largu kam shumë edhe pse zemra po më qon ta boj halal. Dashnia jote pas ka qenë për tjetër e jo për mu. E ti ke mbet, kljaga ime vjetër më ke lëndu. Dashnia jote pas ka qenë për tjetër e për mu jo. Kur të vdes për ty, dihet që t'kam dasht mos e harro. Kur të vdes për ty, dihet që t'kam dasht mos e harro. A me vujta jo? Kod bukra. E di pse e bora këtë pjesën e pauzës se du të vejnë sfidë montazhierën e këtij emisioni.
Megi Kodra, qoftë se qa do bëjmë me këtë situatë. Okej, të lumë të goja. Faleminderit shumë. Pse këndon kështu ti? Po, ç'kjo jo mon. Jo, shumë mirë, po e kupton që është e rrezikshme? Kjo lloj e kënduar sepse mendoj që ka njerëz që kanë zemër dobët. Ka shumë që i prek, nashti, po mu personalisht s'mlidhet kur gjë, po derisa e kum knu këtë këngë, është konga jame që e kum bo, derisa e kum knu, edhe unë e hina tamam në këngë, edhe Më fal. e ndjeva. E ndjeve, po sa po the që s'lidhesh me... Po nuk më lidhet me jetë kur gjë, po është këngë që e ka shkruar një tekst shkrues shumë i mirë. Okej. Edhe ka nejt aty me mu derisa unë e kum knu këtë këngë. Edhe do më thonë pa e ndje ashtu këngën mirë se kum knu. Shiko, artisti prandaj është artist sepse ai futet Po. në botë. Edhe Në botë pse, vete, pra. po, edhe pse nuk e ka përjetu për shembull një disfat tillë, se aty kishte fjalë vdekje, gjëra, Tradhtia. tradhtia. Artisti prandaj është artist sepse duhet që përshtatet Normal. me Me ndje këngën, me knu tamam me nxjerr ato prej shpirtit, jo veç me knu, po me nxjerr tamam ato tonën, me tregu cila jete ose çka jete. Cila je ti? Kjo që sa po dëgjum. Kjo që sa po dëgjum. Perl fare. Shiko, mu më bëhet shefi që keni vullnet, keni dëshirë, kaloni dhe sfida, vështirësi për të arrit qëllimet e juaja, qëllime që në një të ardhme do ju bëjnë që të ndjeni mirë me njerëzit që u dëgjojnë, po që të ndjeni dhe mirë ekonomikisht. Normal. Se jo, se tani Normal, muzikën e bëj edhe për qef, po unë e besoj që tarmën ka më bu punë kjo, se unë e mendoj që muzika është puna që unë e du me bo, edhe pse me profesion që jam tash, jam të studiu, jam kejt tjetër. Ore, me vërtet se harrova të pyes, për çfarë studio ti? Unë studioj psikologjinë, Psikologji? po, Kam këtë kameramanin, është i qik si karalo, budall gjuhën shqipe, edhe ti psikologji? Shiko, edhe ti psikologji, stafi im që merret këta që janë mrapa, kameraman, inxhinier sound edhe montazhier, këta Të kanë shëndetësi. marrë që gjithë për psikologji. Psikolopata, si quhet e? Është aftësi pra dhe kjo. Po qafë si më se janë bo psikologët si këngëtarët, si parukjerët. me të thonë drejt, në krejt kena nevoj për një psikolog pak. Ashtu, unë s'kam nevoj E fare, vërtet. e kam psikologun ke shpia. Ore, si ka mundësi më vlat, gjithë stafi im psikolog, për qatë, unë duhet me ftu vetëm me dirama këtu vlat. Ose Albinin. Duhet pa tjetër një ftesë. Po tjetër, jeni të mirë pritur kur do që doni që të merrni pjesë të Zozo Podcast, o shkëlzen. Por në të... Emri jot vjen nga mali Shkëlzen. Kemi mal Shkëlzene? Jo, lum duket. Apo qa kemi Shkëlzene? Lumi Shkëlzen pra? Nuk e di. E kemi ne në Shqipëri? A kemi lumi Shkëlzene ma? Apo ja fuskot? Bo. Ma bo Allah, o jetë. Ofër. Shkëlzen, po jo më se Shkëlzen është, është emër shqiptar Shkëlzen? Po. Po qa, Ka kuptim që, domethënë si shkelqen ashtu. Shkëlqen, Shkëlzen? Po Po. pse kanë vënë këtë zën? Nuk e di, ka pëlqy babit edhe... Po duhet ta kishe shkëlqim ti. Perl Më fare. pëlqen ashtu. Okej, po ti për çfarë studion? Unë për momentin nuk studioj asgjë. O, sa mirë e boj, Kam soj si puna përfunduar. ime. Le që unë s'kam studiu na herë, po. Hajde më, zojmë. Shumë mirë që nuk e studiu, se po të udhësh syt vërdall në përbot, ke shumë artista, talent, aktor, ku diu njerëz shumë famshëm që nuk kanë as i ditë shkollë. Po, ka shumë. Po, do me thënë jemi me fjalën që qa nxjerr shpirti se nxjerr dora. Fix.
Okej, ne nuk kemi nevojë për shkollë, ne dhe shkollë kishim pali ku do ishim. Deputeta, presidenta, kupta? Unë mendoj që muzika është talent, është dhunti, edhe s'është që shkollë. Ti nëse s'de me knu edhe në që në fakulteta me i kry, apet. Po, patjetër. Atë je. Patjetër, po unë abitem këto që shkojnë atje, ky fakulteti Kantos, këto artistat që këna kështu... Opera. Opera? Po. Opera, thot Oksidenti, piano. Kemi shije ndryshme, prandaj dikur zgjedh ato. Sidomos na që knujnë ndosma, me ngu një operë është. Që një herë operë? Jo, një herë. Dëllon mu, kërë thot kjo operë si operacion, si ku d'jun... Po vrejet që s'm pëlqen. Ke gju opera në ja? Një herë. Si unë djeve, apo dole jashtë direkt? Dole jashtë. Dole jashtë? Stili jam është dosëm. Do jetë. Dosëm. Flali! Me valzu. Po, kurse këto janë këshu, për shumë, ka një pozicion. Po, interesant. Si ka i Pavaroti? Imaginot kënote Pavaroti Talava. S'po dole ma na i hecë. Kote i bashkëpunim Pavaroti me Muharrem Ahmetin. Si do dilte? Brutal, pra. Imagino, Dagina Pavatuke! Qa kooperimi do ishte super, pel, fare. I ndisni këto artistat, për shembull, që këta më të vjetrit ta që neve i konsiderojmë më të mirët përsa i përket muzikës balkanike, si Muharrem Ahmeti, Mandi Nishtullës, Landi me Florin Jambo. Patjetër, janë shumë të mirë. I ndishni këto, a? Po, rregullisht. Shumë mirë, po... I përshëndesim gjithëve. Patjetër, ku ka aty me? Si do kishe qef, për shembull? Okay. Të këndoje si Mandi apo si Muharremi? Janë dytë ikonat shqiptarisë, i përshëndes gjithë, dhe dytë më pëlqejnë, dytë kanë një stil veçantë, po pak më shumë më pëlqen Mandi. Ashtu, ha? Po, më pëlqen bota e tij. Ka shumë botë. Ai është cilësu, si me thonë, njeriu i hiteve. Po ka dhe i gjë tjetër, kur i këno Muharremi, Vula, ty edhe Muharremi është botën vete. Mos ta knoj mo njëri kongën. Patjetër. Pel fare. Unë do doja një performancë nga ana jote tani, po të klasit Muharrem Ahmeti Mandi Nishtullë. Patjetër. Okej. Zjarre! Zemrën muam, ti ma i vajzun të kam dasht, si s'ta vjen gjyna për muan, aty ma i katile, ti ma more zemrën muam, ti ma i optove, si s'ta vjen gjyna për mua, aty ma i katile. O plak, më përfshive në emocion kur po kënoje, shumë bukur këndon ti, o plak. Faleminderit shumë zot. Sinqerisht, këto këngët i jeri i qake. Unë kam gjuk shutin Tallavar, du që kënoshe cakon Kosovës, po... Janë në shpirt. Nga shpirt. të dasmave, po... pa një artist i vërtet, plak, këtu e ka pra shpirtin. Ke këto lloj linjash, ke këto lloj harmonish, ke këto lloj fjalësh, ke këto lloj teknikash. Patjetër, je gjigant. Faleminderit për mirësimin shumë. Shumë i mirë, edhe shpresoj që të keni suksese që të dy. Faleminderit shumë. Edhe inshallah kur ju të bëni të famshëm, të paktën na kujtoni na Patjetër. E di pse sepse njerëzit në përgjithësi
nuk është se kanë për shembull pjesë vetes mirënjohjen. Si fillim duhet jemi njerëz i erë, pastaj duhet jemi artista. Ajo është në radhë të parë. E thash mirë? Bravo! S'ka nevojë për fjalë. Okej, do doja nga ju të dy një Okej. këngë Tiranëse. Se aty, shiko, mua aty më flen shpirti, me thënë drejtë. Edhe mu. Edhe ty? Ja. Po ty? Unë s'jam Do shumë. flej, s'ka problem. Po, e provojna. Po, okej. S'ka po Super. dal. Ti ke për detyrë sot kur dalesh në protest, shohësh ne çun Tiranë, Po. okej? O zot sa e bukur që je. Nëse e gjej, ju lajmëroj. Në qoftë se kjo nuk e gjen ke protesta, më shkuni mu. Se e kam unë kontaktit. Ishte një këngë tjetër shumë e bukur, një menuse, me kerë, me gjajnë. Ajo është shumë këngë e veçantë, të cilin i përshëndesim edhe Remzi Osmanin dhe Nexhatin. A pse është kënga atyre? Po, është kënga e tyre. Patjetër, Kemi vendosur Remzia ta me bëjmë këngë. Nexhatin. Edhe faleminderit shumë për lejen që na i kanë japë që me këndu këngën. Përshëndesim shumë. Patjetër, jeni dy këngëtar të mrekullueshëm që inshallah këta të dy bëhen si puna juaj. Faleminderit Inshallah. shumë. Amin. Keni qef, ha? Pse jo? Çopele. Okej, zjarrej! E po t'kallzoj moj fisnike ndaç mire ndaç keq, kur të marrën qoj në shpi ke mërnu me fleq, e kur të marrën qoj në shpi ke mërnu me fleq. Pleqte tu more djall, zduh me i po me sy. Unë s'po vi për pleqte tu, unë po vi për ty. E unë jam burë, fjallë nuk e luj. Zgjidhe merë, jah mu e ja pleq. E unë jam burë, fjallë nuk e luj. Zgjidhe merë, jah mu e ja pleq. Zgjidhe merë, jah mu e ja pleq. Uare! Dy zgjedhje janë. Në, kjo të shi të iknu, këtu bosi gjas me burë. E këmëta, ne, zile me vlajse, do ashtë da jakë. Hypse të vrama është drypse të vrama. O me, qek. Ta është më duket s'm pëlqejnë jam të Tiranës, a? Se Jo, Nova pak. Jo, në që se ti je, ku di unë o zot. Do me Mos thonë, për të pas në lagje, jo më shpi. Ja, se ti dukesh gocë e mire, thjesht, e komunikueshme, e qetë. Je dhe psikologe mi. Po që shkjo dhunë që përdor ti me burrin. konga. E, kanga, po. Kangët janë frymzu miletit diku që i shkojnë se që kota. Ta njerë konga full ma shumë se vetë njëri. Pa tjetër. Po, që kjo jo, mos u bazan. Nuk je kjo, ha? Jo. Shumë mirë, shikoj, se që keni fokusu ke këngë të dasmave, edhe pas keni da menin. Veç dosëm. Veç dasma. Më bëhet shumë qefi që erdhët te Zozo Podcast edhe ndihem shumë i nderuar që morët Faleminderit shumë për pjesë. ftesën, ishte kënaqësi. Kënaqësia është e imja, edhe si që kam përmend edhe vazhdoj ta përmend dhe ta cek që fokusi i këtij emisioni është për të promovu talentat e ri, patjetër dhe ata që janë legjendat muzikës shqiptare, por fokusi është ke talentat e ri. Kemi hap një dritare të vogël për të suportu këto të rinj që duan përfshihen në artin e bukur të muzikës. Faleminderit shumë Zozo. Asi që je gjigant. Një pyetje që kam unë tani për ju të dy. Po do përgjigjet tjerë njëri herë tjetri. Se si ndaj do të suqë. Ore, në për këto dasma që shkoni ju olla. Okej, po drejtohem ty. Okay. A ke pas në i situatë, ku diun, cikleqme, ose gazmore, ose dhe, ku diun, në i
me i gjë kështu që je prek emocionale, domethënë një pyetje para se të përgjigjesh sajt. Çan ndjen kur shef Nusën edhe Dhëndrin që futen? A prekesh, emocionohesh? Po, është shumë emocion. Me vërtet? Është emocion në vete, edhe pse ka njerë duhet me umojt se e di që ka me vazhdu ki me knu, po është një emocion. Emocion, Po. Okej, tani përgjigju pyetjes time. Nuk është që më ka ndodhur ashtu shumë rose, po me një kanagjeq. Çfarë? Kanagjeq. Çfarë është kanagjeq? Nota e kanës. Nata e kanës që i lyn kështu me bojë, me gjona. Të na i thojnë kanagjeq. Okej. Do me thonë para se më janë me knu, e pyti Nusën, a i ka familjarët, babën, nanën, që me ditë që ka me knu. Edhe më tha që se ka nanën, po unë e qatë shumë isha në stres edhe u hutova, edhe knova për nanën. Për nona saj? Po, edhe pas ke thot në dhe. Edhe pse ajo se ka pas nanën, po qatë keq jëm një, që ma nuk më isha as me vazhdu, se unita shumë keq për veti që e bona qatë gabim, se zakonisht konga e konës ja nis me nanë, ta më puna, po shqyqër zotit, ajo e po që jam pak në stres, edhe nuk është që u bua ashtu shumë e madhe. E ndrova dola direkt e baba. Po su në gjej shumë babën, ko baba. Baba si ishte. E kuptoj, po tani si bje. Kjo është një situatë edhe emocionuese dhe gazmore. Ndyon, po pak ma shumë unita unë e keq që e bula qatë gabim, se në fakt po si kënon për shembull kur vje puna ke nona, ç'a i thu? Shuni groe oj një 5 dakika, se kjo është oj nata për qika, se kjo është oj nata për qika. Koj luli e o moj një nora, kush i dele o i nanës për e para, kush i dele o i nanës për para. Okej. Dhe aty fillojnë lotot e... Fillojnë lotë, shkon, kur e përmen nanën, me përqof nanën, e ke një moment tepër i keq, po u kalu. Veç që tani baba si shkon në restorant. Baba të përqora një nga... Tu boj jetë baba, Që i fet veta. E kuptoj. Po ty të ka ndodhur në një rast kështu në përdasma? Po edhe unë pëthuaj se të njëjtin me Altinën ashtu me prindër. Isha duke performu live në Darsëm dhe në moment fundit 120 vetë, dhe më thonë u anullun komplet nga ana e babait. Qa thua? Shkaku që ishin të ndomë, edhe ashtu ndodhe një keq kuptim, edhe po vjen të na Dhëndri, po më ka zënë situatën qysh tek, edhe që nga i moment të na u duf me knu non-stop vetëm për nanën. Jo për babën. Po. E po që ka rasti kundër tu. Se kjo... O, qa bote. Po syre nuk i erdhën dasmorët ndasën? Po, në moment fundit do me thonë e kanë anullu krejt ata, edhe wow. mbete ashtu. Ndodhin edhe këto gjëra më si kisha, shiko, po që situata shokuse më vlla. Është situatë e sikletshme, po. Po si tash Pastaj erdhi energjia dy fish edhe e ngrem atmosferën edhe më shumë. O, bo. U dosht pa tjetër. Qa bëhet. Ke ka lloj situatash dhe situata shumë të këqija, për shembull ti pret filloj dasma, ndërkohë që njerëzit nuk janë aty, nuk vinë thojnë. Fiks. Do ti ke bësh shpenzime aty ku diun, sa shkoj dasma? Ato janë konë gjitha të paguara. Sa shkon një dasmë? Shkon 30.000, 40.000? Nuk e di saksisht, po aty parë. Kur të martohesh ma trego. U kërri. Edhe mos me tar dasmor në dasëm është kulmi. Njerëzit e babajnë. Kulmi tjetër është këtu tani që aty u kon gabimi jam. Ajo është shkreta se ka nonën, kjo e këno për nonën.
E kupto qa bëhet. Ka disa këngë që nuk mundesh gjithçysh pa i përmend, apo dhe është shumë e vështirë, po Po se zakonisht e konga e konës, pothuajse çdo fjalë është e lidhur me nonën. Edhe vetë se kur të fikson ashtu, është pak problem me dal prej asaj. Edhe unë isha shumë keq për arsye që se ka nonën, se na krejt qikat është tam puna që dojna në pjesën ma të rëndësishme tjetës tonë, me pas nonën ofër. Patjetër. Pak edhe emocionet, pak edhe stresi, edhe veç e knova nonën. Okej, të nderuar miq, ishim me dy trinj shumë të talentuar që vinë nga Kosova për Te Zozo Podcast. Altina dhe Shkëlzeni, shumë faleminderit që ishit Te Zozo Podcast. Faleminderit juve për ftesën, ishte kënaqësi. Si gjë, diçka të fundit për mbyllje? Mas pore, faleminderit shumë për mundësinë edhe një herë, që është një emision, një podcast shumë i shikum, edhe kam kënaqësinë që jam pjesë e këtij podcastit. Faleminderit. Edhe i përshëndes krejt ata që na dojnë, Patjetër. mundohen me na çu përpara, edhe pas këtij podcasti e disa do duan ty, do të tregojun kur të vinë Besoj. koment. Okej. mos e na shkalo asnjë. Unë të falenderoj pa mos për mundësinë që na ke dhënë. I ftoj edhe gjithë talentat kado që janë tek Zozo, sepse është njeriu që i hap dyert e çdo trinju, kështu që ju ftoj të merrni pjesë tek Zozo. Okej, faleminderit. Okej, të nderuar miq, do doja që të na ndiqit nëpër platformat tona sociale si TikTok, Instagram, Facebook, YouTube dhe gjithandej ku neve ju pikturohemi. Okej, me një performancë fundit nga Shkëlzeni dhe Altina, ju urojmë të kaloni sa më bukur. Bye! Zjarrej! Edhe kur tash dripi mo, luliem prej kerrit. Edhe kur tash dripi mo, luliem prej kerrit. Oj lulie o, oj lulie o, moje bukura. Oj lulie o, moje bukura. Edhe do t'jan dale oj rezet e djelit. Edhe do t'jan dale rezet e djelit. Oj lulie o, oj lulie o, oj e bukura. Oj lulie o, oj e bukura. sa ka male, në Tiranë e knena. Na luljes, o do t'ja blejna. Sa ka male, në Tiranë e shkupe. Na luljes, ja qesim trupe. Sa kamal, Tiranë në shkupe. Na luljes, javnajna në trupe. Mashallah lulie, mashallah, boni nanas te mena hiç pa fjall, se ta dhamat mirin djall. E mashallah moj lule, mashallah, boni nanas te mena hiç pa ndal, fe martoj mat mirin djall.